Nënkryetari i Partisë Demokratike Oert Byllikbashi në deklaratën e sotme para gazetarëve foli për një situatë shqetësuese, që sipas tij rrezikon të cënojë të drejtën kushtetuese të votës për qindra mijëra qytetar. 466.000 shtetas shqiptar që jetojnë brenda vendit nuk posedojnë dokument identiteti të vlefshëm, gjë që i përjashton praktikisht nga procesi zgjedhor, tha ai. Ai akuzoi qeverinë për diskriminim, duke theksuar se vlefshmëria e dokumenteve është zgjatur vetëm për emigrantët, ndërsa qytetarët që jetojnë në Shqipëri janë lënë jashtë këtij vendimi. Sot janë 466.000 shtetas me drejt vote, të cilët nuk kanë një dokument të vlefshëm identiteti, as letër njoftim, as pasaport. Qeveria shqiptare zgjati vlefshmërinë vetëm për zgjedhësit që jetojnë jashtë Shqipërisë, duke diskriminuar ata që janë në Shqipëri. Ky diskriminim është antikushtetues dhe rrezikon të drejtën e votës të këtyre 466.000 shtetasve që banojnë në Shqipëri dhe 11 maj duan të votojnë të shprehin të drejtën e tyre kushtetuese. I kërkojmë qeverisë që pa vonesë të nxjerrë akti normativ dhe të zgjasë vlefshmërinë e dokumenteve të identitetit vetëm për arsye zgjedhore që këta shtetas më 11 maj të kenë mundësi të votojnë. I kërkojmë Komisionit Qendror Zgjedhjeve si organi suprem në mbarvajtjen e zgjedhjeve që ta kërkojë këtë me forcë në pranë qeverisë në mënyrë që këta shtetas kenë mundësinë që të votojnë. Gjithashtu të rreqim vëmendjen e mekanizmave ndërkombëtar për vëzhgimin e zgjedhjeve, siç është OSBE-ODIRI, OSBE-ja, Këshilli i Evropës dhe çdo institucion tjetër ndërkombëtar që ta vënë në dukje këtë shkelje të drejtave shqiptarëve. Kjo zgjidhje bëhet tani, menjëherë në mënyrë që më 11 maj të gjithë shtetet shqiptarë të kenë drejtën të shprehen për ndryshimin, për të ndryshuar këtë regjim autokratik.